pranojmë shelin me tel, vinë edhe besa na kërcënojnë të shtëpia, mos kalon ikë. Sidomos para zgjedhjeve kanë premtuar shumë. A keni tentuar mu marrë vesh me këtë kojshin e juj? Kem tentu, po janë pa marrën vesh. Kush ka kish me marrë përgjithësi tani drejtorën nëse kish me ndodh me Akiqi atë? U dosh na me bo zgjedhje qysh me shti ambulantën me marrë, sa i paleveshëm. Komuna Durrani, delni qysh keni mujt qashtu e për tela kat mundi. Sipas artizanale që omratu para 2 viteve i bjen në rrugë. Sot me terren kemi ardhur në Gjakov për me i taku disa banorë të cilët i kanë shtëpit këto, mirë po nuk kanë asnjë qasje në rrugë. Në të katër anët janë të bllokuar nga fqinjet e tyre. Kushtimisht, e vetmja mënyrë për të dalë në rrugën kryesore është me helikopter. E çish ardh puna deri këto, ndiqni historien. Unë kom marru shtëpinë para 11 viteve. Kemi jetu mirë dhe kemi pas qasje në gjitha anë, por më vonë për shkak të interesave personale, gjithë fqin i kanë mbyll rrugët dhe sot nuk kemi hyrje, s'kemi kalim. Unë nuk mu i marrë në shtëpi me makinë përveç se në kom. Edhe nëse bje shi ose kur o borë shumë vështirë me qarkullu, s'mundesh me bajt kur gjanat ushqimore të cilat lagën është shumë vështirë mi pru, me gjitha këto probleme përballëm vetëm për shkak se fqinjtë tonë kanë vendosur mi vnu parët mas pare jo fqinjësinë. Përderisa kanë kuptuar që kjo rruga ku na bjen bashkëtu para derës jonë, në hartë zonale është e parapar në rrugë, po komuna e ka në plan në 6 vite të ardhshme ose 7 vite të ardhshme dhe këtyne fqinjve s'pjo pritet. 7 vite na kanë bllokuar rrugën që na me dalë në për media mu bo sa ma shumë problem edhe ata mu shpronsu. Se janë 11 vite kohë, disa herë kemi pas nevojë emergjencë, kemi pas edhe nonën smut ose vjerën edhe nuk kemi pas mundësi me kalu. Në ka dashur mi prisht një herë telat e me kalu, po prapa i fqinjt tjerë i tregojnë edhe ata vinë e i mbyllin prapë. Do të më thosh, ai ka një në komunë me kallëzu për të lashën që e keni që s'po keni ka me kalu. Po kemi qenë, na kanë pritë shumë mirë, por problemi nuk u zgjidh. Fjalët janë shumë të mira me vitet tona, por asnjëherë s'u ndërmarr kur gjë. Ma shumë se 10 herë janë ardhur dhe kanë marrë. Sidomos para zgjedhjeve kanë premtuar shumë, na kanë thonë me një herë mas zgjedhjeve rregullojnë, por nuk ka pasur. Ai ka një mas zgjedhjeve më në komunë? Po kemi qenë edhe një herë prap e njëjta situatë. E me kojshita ke provu ti mu ullë edhe me fol, mu marrë vesh burr? Unë jo, djali ka pas disa biseda me ta, por edhe ata njësoj si komuna po, kur gjo s'ka qenë me fjalë keq, ama gjendja kur s'ka ndryshu. Do më thonë ata mbojnë shtur vendin? Ata i mbojnë telat dhe kujdesen shumë me s'pju hek dikush. Ka kosh kaluna? Po është një fqi tjetër i cili po ashtu nuk ka qef mi kalu, ama nuk ka vendos tela, po ardhë me traktorë ka lavru, ka hap një rrugë 1 metër ku s'ka mundësi me kalu edhe fëmijët e kanë në kom shumë vështirë me kalu. Ma zi se në për fshatra. Kemi një fshat quhet Baballaq, po atje është asfalt. Ama në midis Gjakovës është Mallaq se në Baballaq. Kërkesa jonë është vetëm një zgjidhje, nuk kemi kalu pim asfalt, vetëm një zgjidhje me kalu, mes me kalu në për tela, mes me na ndryshu qasjen për ditë herë njoni, herë tjetri. Kjo është. A keni frikë që mundet më ardhë në herë të ma e keqat? Emocionet shpesh herë na si shqiptarë si kontrollojmë edhe kemi pas raste. Një herë një fqi joni ka pas një babën smut edhe unë e kum pas që ka qenë shumë i shqetësuar dhe qatë ditë besoj që i pronoj me pasardh ka mujtë më ardhë dhejtë një problem. Problemin e kena të qasja në rrugë kryesore. Unë para si me marru shtëpinë, jem shku në komunë, kom bo kërkesën për leje, për gjitha ato shka shkojnë procedurat. Këtë i kom marrë si mas rregullit. Edhe kur gjosë më kanë pengu, këtë mi kanë shu. Kanë thonë ki qasje në rrugë, ki nuje, këtë ato shka shkojnë. Kom pagu taksa, shau dasht për leja ato. Po sot dhe kom problemin, unë nuk kom më dalë. Kem fëmi, kem pleq smut, s'kem kam i qitë, as me shku në shkollë fëmija, as na lëvizjen e kem shumë të vështirë. A e ndjeni këta në komunë për problemin? Po janë ndjeni se na konë shumë shpesh. Me lidhë të kryetari direkt, na ka përit, ka thonë po, zgjidhet, merë kohë, po na që 4 vjetë shkum
Une, ka kyshi këto që në shku edhe ma shumë me vite 11 e ka ma tepër, po s'kan pas kur farë zgjedhje s'kan po. Unë ju kësha lutë sa ma shpejt me bo që zgjedhje. Se edhe këta pronartë këtu që bëna i mshelin me tel, vinë edhe bësa na kërcnojnë të shpia, mos kalën niknej, mos anej. Vjen dete e keqja, unë nuk po di mo shka më shku, për te shpis nuk e më ka më shkuna. E ju detyrimisht detyruani me kalu në për tokat huja? Në për tokat huja, po. Tani kur për na shojnë, po vinë po bojnë fjalë, pse po kalën ka une, pse ai tjetëri ka une, na nuk e më ka dim ka më shku mo. Shto rruga, ta shushe kanë blekta, une nuk e di. Në urbanizëm thotë se është rrugë. Çka është kjo? Është e Kjo harta është harta zonale? zonale. Përpara se me marru shpinë, unë jem shku e kom vetë komunën, ka rruga, kanë thonë po. Leja mu ka japë në bas rrugës në hartë zonale. Tash t'i thojnë jo, nuk kem zgjidhje i herë. A keni tentuar mu marrë vesh me këtë kojshinje juj? Kem tentu, po janë pa marrën vesh. Kem tentu sa herë, bojmë i marrveshje, bile ardhe një herë na ka thirrë, ha dhe shkojmë komunë, të mirëm vesh, mas anaj se qelë telefonin as, nuk përgjigjin. Ishi marrë vesh jam e ablet dyqysh jam e boa, edhe me hallet tona që i kena po, të ke fundit dishka. Nuk kena nashta sa shteti po. Në komunë çka fillojnë juve? Komuna Durani, dilni qysh këni mujtë që ashtu në për tela, katë muni, një herë, qyrim, pojmë zgjidhje. E kjerët ku i leni jo? Kjerat 200 metra larg shtëpis. Ju kisha lut kryetarit komunës me na bo zgjidhje. Ai e din, është i informuar për këtë rast. Ju kisha lut me na bo zgjidhje. Nuk i thojmë asfalt ose diçka, thjesht me na hek qëta pronar shkën këtu. Na me pas qasje lirë në rrugë, si çdo qytetar. Në Afrikë ose dikun si më ka jetojmë, Kosovë, midis Gjakovës. A keni frikë që mundet marrë punat e ma e keqja? Shumë. Se di sa herë në ardhë. Unë kom qenë punë, po e në ardhin kërcnu të familja nona, kush ka qëllu gruja në shpe. Jo bojmë kështu, jo ashtu, mi u pa dhe i herë. Nashta me qëllu një në shpe, nuk më një dëranë që ato fjallë. Edhe hinte e keqja. Për që ata jo kom rujtë sa herë, jena largu, i kina elon, hajtë, bojnë shka dojnë ata. Aja ke kallëzuti që dokumenti në këshisë që kënina është e para? Po që interesant atë. Bile para një muje kom pas një problem, normal shëndetësor baba, pa të sullëm. Në 9 natës, dikon, ambulanta s'kishke ka me hi. U dasht mi këpu tela, me bot dishka, në pra ato të lashe, që i ka një emocione, u dasht na me bot zgjidhje qush me shti ambulantën me marë, sa i palevis shumë. Qështu u dasht me qumë spital. Realisht, unë jam emru drejtor me datën 16/12, do thotë që 2 javë jam drejtori i urbanizmit. Realisht tash pe shoh këtë problematik. Si problematikë e di këtu për një uzurpim që ka ndodhur në kalumen, si problematikë përgjithshme realisht e di, po jo edhe që nuk kanë qasje në rrugë publike. Me plan zhvillimor dhe me ardhë zonale parashihet rruga, e di që pronat janë private, e vetëm zgjidhja është shpërndësimi, do thotë i parcelës. Po duhet me marrë dhënat pe katasës me pas qysh është edhe me qitë në asamble që me zhvillu procedurat e shpërndësimit. Po është kompetencë ekskluzive e kryetarit që me bë propozimin në asamble dhe me vazhdu procedurat. Sipas hartës zonale që omratu para 2 viteve, i bjen rrugë Mukon, realisht po për moment kishin mujt me kalu këshit. Kishin mujt me kalu, realisht është pronë private, po tash banorët kanë erdhinë edhe Mukon solidar edhe jo nuk e di. Në kalu me këta e kanë shfrytzuar tash po paraqiten si mas palës në fjalë që na thotë se banorët e zonës nuk na lajnë me kalu, kanë qitë tela me gjemba ku ta diunë, s'kan kontrarë me pas çash e mora si informat. Po thash ta dhon intervistë që t'ja usaroj paka shumë me këto dokumenta pasi që kanë punuar dhe në katastër e di se ka probleme të tilla. Kjo zonë është problematike se në kalumen para lufte ka pas një zgjidhje tjetër, ka ndryshu plani urbanistik dhe janë paraqit këto probleme. Shkoj te kryetari dhe do ta bëjmë një zgjidhje në afatet ligjore optimale, se nuk është çështje lehtë vetëm të thonë, ok, u bë zgjidhja kaloni, po atë duhet me fillu procedurat e vlerësimit nga ana e ministrisë, na duhet me dha buxhetin, me bashkëpunësimin dhe me kthy në rrugë publike që dëbon zgjidhja vetëm është në rrugë publike që ka mëndodhur në të ardhmen, po mëndodh sa më shpejt që më u bë banorëve një zgjidhje është e obligueshme nga ana e komunës. Afati kohor është në momentin që niset procedura, që bëhet vlerësimi, që nxjerrët akti preliminar, ne i kemi afat duan Ministria ka afatin e vetë që ban vlerësimin, po mos harrojmë se janë shumë pak numër i vogël i punëtorëve dhe krejt Kosovën e bojnë vlerësimin e pronës, domethënë ata dinë kanë herë me vënë procedurat, kurse ku mbetet te na, ne kemi afatin 2 vjeçar që mi vë pagesat
pronarëve që më ju shkëndsu. Kush ka kish me marrë përgjegjësi tani drejtor nëse kish me ndodh ma keq atë? Unë nuk e di aty qytetarët do më kallëzu pak ma solidar, të gjithë janë të ardhur në farë forme, dikush më herët, dikush më vonë që kanë marrë shtëpia, e din kalumen që shkon plani urbanistik, janë edhe ata iniciatorë që mundru ajo ju kallëzova edhe më herët se çfarë plani jo kanë. Po ajo që po tham unë, kemi fillu që në mëngjes ta kemi me kryetarin që e kemi bordin në orën 8:30, me fillu procedura që me sa më shpejt me qitë në asamble që me shpall zonë për të mirën e përgjithshme zonë për që më mujtë mu marru kjo rrugë ose mu liru për më daj mu bashkëpunësimi e pacientës. Herën tjetër kur të vi, besoj që me taku edhe kjo rrugë ka më marrë. Herën tjetër mos hajde shumë shpejt. Dhe për një kohë. Apo të ligjore gjithmonë, faleminderit.